Ironia me arkeologët nuk ndalet në qytetin e Lezhës. Kadromat i kanë sfiduar sërish kur në qendër të qytetit kanë nxjerrë në dritë një grup objektesh arkeologjike që besohet se i përkasin antikitetit të vonë. Ekspertët erdhën më vonë dhe pas vëzhgimeve të para kanë dalë në përfundimin se zona ka potenciale të mëdha arkeologjike, ndaj edhe janë angazhuar që të ndjekin nga afër punimet rehabilituese që po kryen aty nga Bashkia e Lezhës. Kjo është zonë të ngarkuar me shtresa kulturore dhe vëmendja jonë si DRKK edhe ashës pikësisht është që të ndjekin punimet ditë për ditë, sidomos në pjesën afër memorialit të Skënderbeut, ku kalon muri fortifikues i qytetit për në lartësi. Edhe gjatë gërmimeve të dolën dy struktura morale me potencial të madh arkeologjik. Një zbulim rastësor dhe i ngjashëm në Lezhë u krye edhe një muaj më parë kur punimet para Bashkisë së Qytetit nxorrën në dritë një mur antik.